Kur njeriu krenohet me preardhën e vet dhe munohet me nënçmu dytën, te e magjib, te e gabel, te e ashkali, te e zi, te ne çdo të zive të dhenë magjib. Dhe i Afrikës mund më ardhi, i Senegalit, a magjib i zi. Se na shumë milet i përparum jemi. Dhe si të i zi, Bilali radiallahu anha ka një zi, o ka një Etiopisë. Me këtë formë të racizmit, të nënçmimit të tjera për shkak të ngjyrës tyne që e ka eliminu Islami para 1400 vjetë. Pse Khalid ibn Velidi është nervozu dhe i ka thonë Bilalit radiallahu anhu, ja ibn amati sauda, o biri robreshës së zezë, i ka thonë pejgamberi alayhis salam Khalid ibn Velidi, fike jahiliya. Hala ka jahiliet në ty o Khalid. Hala s'po mësh me i hek do vezvesit mëq me që i kena pas neve. Ka ardhë Islami pastro vete për këtune para gjykimeve ndaj njerëzve. Sa musliman sot do po mja qit një magjib imam, një rëm mja qit imam, bova kjerës falët namaz, ka ki qit bëhu qëtë atyne? Unë e më falë mas magjibit, sa kjo mashallah kjo soj fare mirë, shumë